Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Valbona flet për herë të parë pas daljes, habit me deklaratën. Valbona Mhilli në një intervistë një ditë pas eliminimit nga shtëpia e famshme, pohoi se ka pasur ndjenja të forta për Laert Vasilin. Ka qenë Laerti i pari që ka bërë hapa drejt meje dhe më pas e gjitha gjëja rolli dhe u gjendën përballë njëri tjetrit. Më pas vazhdoi si loj, por avancoi dhe shkoi përtej lojës, tha moderatorja. Sipas saj, Laerti ka kërkuar të shkëmbenin puthje në një pjesë të shtëpisë me pretendimin se nuk e kapnin kamerat, pavarësisht se çdo cep aty është i monitoruar 24 orë. Nuk kam gënjur në asnjë moment në shtëpi. Më ka ftuar që të më puthte në një hapësirë që besonte se nuk ka kamera. I thash jo. Unë kam pasur ndjenja të sinqerta për të dhe shumë të pastra. Duke e ditur ai këtë gjë ka luajtur me mua. Nuk mund të them që kam qenë marrëzisht e dashuruar. Ishte një tërheqje që kishte nisur mes nesh. Prandaj them që zhgënjimi më i madh në këtë edicion për mua ka qenë Laert Vasili.